Ka vende ku natyra, historia dhe mikpritja bashkohen në mënyrë më të bukur. Një prej tyre është tashmë resorti turistik Serenata Korçare, i vendosur në Mullet në njësinë administrative Petrel, vetëm pak minuta larg Tiranës. Pas shumë vitesh përvoje dhe kontributi në sektorin e restoranteve në kryeqytet, Serenata Korçare ka ndërmarrë një hap të ri të rëndësishëm, duke marrë në menaxhim këtë resort turistik, me synimin për ta kthyer atë në një nga destinacionet më të rëndësishme për pushim, argëtim dhe organizimin e aktiviteteve familjare dhe festive. Ky kompleks turistik ofron gjithçka që kërkon një vizitor. Pishina është një oazë freskie gjatë ditëve të nxehta të verës. Hoteli mirëpret mysafirët me ambiente komode dhe shërbime cilësore. Restoranti sjell në tryez gatime tradicionale dhe specialitete të përgatitura me kujdes, duke ruajtur shijen e kuzhinës shqiptare. Një sallë moderne eventesh është në dispozicion për dasma, festa familjare dhe aktivitete të ndryshme, ndërsa këndi i lojrave për fëmijë dhe lulishtja krijojnë një atmosferë të ngrohtë për të gjithë familjen. Por ajo që e bën këtë resort të vërtet të veçantë nuk janë vetëm shërbimet që ofrohen, është edhe vendodhja e tij në një nga zonat më historike të Shqipërisë. Resorti ndodhet në këmbët e kalas së Petrelës, një monument i rëndësishëm i historisë sonë kombëtare i lidhur ngushtë me figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Tradita dhe gujdhënat tregojnë se pikërisht në këtë kala, Skënderbeu i dha për nuse motrën e tij të vogël Mamicën, duke e shndërruar këtë vend në një simbol të historisë dhe lidhjeve fisnike të kohës. Çdo gur i kësaj kalaje duket se ruan ende kujtimet e një epoke që ka lënë gjurmë të pashkryeshme në identitetin shqiptar. Përballë resortit ngrihet Kodra e Presjopit, një tjetër pikë me rëndësi të veçantë historike. Studiuesit e konsiderojnë këtë zonë si një vendbanim të lashtë i lirë që lidhet me mbretërinë e mbretit Glaukja. Zbulimet arkeologjike dhe dëshmitë historike tregojnë se kjo trev ka qenë e banuar shumë shekuj më parë, duke dëshmuar vazhdimsinë e jetës dhe qytetërimit në këtë pjesë të Shqipërisë. Kështu vizitorët që zgjedhin Serenata Korçare nuk gjejnë vetëm një resort modern me standarde bashkëkohore. Ata kanë mundësinë të kalojnë çaste relaksi në një peizazh të mrekullueshëm, duke qenë njëkohësisht pranë monumenteve dhe vendeve që rrëfejnë historinë e lashtë të vendit tonë.
Natyra e gjelbër, ajri i pastër, qetësia e zonës dhe panorama mbreslënëse krijojnë një kombinim të rrallë mes turizmit, kulturës dhe historisë. Çdo vizitë në këtë resort është një ftesë për të shijuar mikpritjen shqiptare dhe për të zbuluar një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë sonë kombëtare. Me këtë resort dhe me përvojën e fituar ndër vite në fushën e gastronomisë dhe shërbimit, Serenata Korçare synon të ndërtojë një standard të ri në turizmin pranë Tiranës, duke u ofruar vizitorëve, turistëve, cilësi, komoditet dhe një përvojë që mbetet gjatë në kujtesë. Në këmbët e Kalas Petrelës, aty ku historia takohet me natyrën dhe tradita me mikpritjen, Serenata Korçare hap një kapitull të ri, një destinacion ku çdo vizitor mund të pushojë, të festojë, të shijojë kuzhinën shqiptare dhe mbi të gjitha të ndjejë nga afër frymën e historisë që rrethon këtë vend të veçantë.